Për festën e Shëngjeshit njerëz, qytetarët dalin në parkun e qytetit, ku dhe ulen bëjnë piknik me familjet e tyre. Për festën e Shëngjeshit njerëz, qindra qytetarë gjithandej fshatrave të Prizrenit dalin në veçanti në rajonin e spitalit këtu, ku është dhe afër parku i qytetit. Dalin në familjet e tyre, bëjnë piknik, hanë e pinë dhe e kremtojnë këtë fest që sipas tyre paralajmëron, domethënë është lajmëtar i verës, i sinës së verës. Përveç piknikut, këtu organizohen edhe lojnat ndryshme që janë këta me shishe. Tash nëse e shoh dikon të lujt këtu, do t'u tregoj se ç'është lujnë. Nanën tjetër, shesin edhe lodra, flamuj për fëmijët. Po ashtu përshin e këto që ka edhe njerëz që shesin gjana të ndryshme. Kjo është Shëngjeshti në Prizren. Ta shohim diçka më interesante edhe do të vazhdojmë ja këtu ku po e shihni në një anë edhe boksu. Meqense kjo boksu ka bëj famshëm gjithkund, po është edhe njëra prej simboleve të Shëngjeshtit. Ja këtu ku po i shihni njerëz që është me i shit të pijet në për që është me i thonë këty në korrita. Ka qenë traditë si që kam qenë në i vogël. Që shto i shqyqen gjithmonë, sidomos për Shëngjeshti apo Karabash që shqytojnë këta në Prizren. Në fakt që shqytojmë nësë, edhe unë jam i Prizrenit. Këto i keni disa gjëra që njerëzit blejnë me hongër. Diçka që është për të ardhur keq në lidhje me këtë festival apo si të themi s'po di, është se bërlogi njerëz. Bërlog keni gjithandej parkut, edhe unë e di që institucionet pra komuna e Prizrenit harxhon disa ditë më pas për me e pastru vendin nga bërlogu, të cilët qytetarët që vinë me kremtu këtë ditë i lojnë ashtu si që është dhe ecin në për shtëpiat e tyre. Ja pra si shpeshine në fund të ditës do të mundohem ndoshta kur të shkojnë krejt si shpeshine këto edhe bërlogu. Është diçka shqetësuese për Prizrenin, për bukurinë e Prizrenit. Për ndryshe, kjo fest, kjo manifestim ka qenë gjithmonë. Ja pra të ishen i do që shpëshesin të parfume që për cilat po pretendojnë që janë origjinale. Po ajo që do t'jetë më e bezdishmja kur të shkojnë gjithë në shtëpitë e tyre, i gjithë parku i qytetit do të kthehet në një vend katastrofë me vërlog. Këtu e shohim një voglushe duke marrë pamukun e vet. Këtu ishin një lodrat e fëmijëve që i blejnë. Në një anë edhe është mirë mos me i humb traditat. Si që thash edhe pak më parës, unë isha i vogël kur me nëzëspritëshem që me dalë për shkolla dita dhe me dalë me familjet tona në Shëngjeshti, gëzimi fëmijëve, edhe si që pëshene shumica dhe janë fëmijë, po përveç atyre ka edhe të mdhej që kanë dalë me fëmijët e tyre për me e kremtu këtë ditë. Që ato rrethe që po i mban ky personin dorë është pronari i kësaj lodhës. Është një rreth që e merr edhe tenton me e fut në shishe. Dhe që ato shishe që po i shihni janë 10 euro, 5 euro, shumë ndryshme të parave.
Edhe nëse arrin me fut rrethin në shishe, atëherë i merr të holla që ekzistojnë të ajo shishe. Ta shohim se a do e lumë dikush. Qëta djemë do këtë. Sa përda ishte me lumë do këtë. Hajde. Nëse arrin me shtijin shishe, e merr atë shkumën e pareve. Hajde, edhe një. Sa i përket së nxerrëzit, ka që të përçat një traditë e mirë, një traditë e bukur që manifestohet çdo veti në Prizren, po veç mos kishin me elon këtë përlak, mos të kryet gjithçka shumë ma mirë. Siç përsheni nuk arriti i nderumi me i fitu ato të hollat. Përveç këtyre lojnave njerëz ka edhe lojna kështu të argëtuese për fëmijët. Ja pra do e shenë edhe një lojë të tillë, sikur që e pam pak parës. Nëse krejt ka vetare, kur në tonën e i vogël i qishin ka 50. Që e nalë krejti pas ka 50, të tjera ta në është ka 10. Dhe janë shumë troll, janë shumë troll njerëzit që mundën me arrit me i fitu ato trolla që e në shishe. Bile të kishë marrë në i kësh. Përveç këtyre sarëve një traditë që bëhet në Shëngjez, janë edhe këto lojna të fëmijëve si në Luna Park. Pra Luna Parkin në Kosovë, në pak në Prizren, është veç diçka që vjen për Shëngjez. Hajde kontrolla. Ka që ishte sa i përket Shëngjezit, ka që ishte për njerë. Shpresoj që ti ka pëlqyer video, ma bëni like, komentoni edhe nëse ju pëlqen.